Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për atë që është vendosur në Parlamentin Evropian për Shqipërinë, për zgjedhjet e 11 majit, për rekomandimet, kushtet dhe detajet e tjera në këtë raport të cilin e disponon avokati i njohur Gylsen Zhdima, me të cilën kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë ditën e sotme. Avokat, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë janë këto raporti që na vijnë nga Parlamenti Evropian, to kërkesa, rekomandime, ultimatume, kush preket, çfarë duhet zbatojmë? Atëherë unë po ju prezantoj raportin e Parlamentit Evropian të Komisionit të Politikave të Jashtme, që është pjesë të negociatave për Bashkimin Evropian. Dhe çdo vit Komisioni për Politikat e Jashtme të Bashkimit Evropian bën një raport për secilin vend që është kandidat apo do të kandidojë dhe bën për politikat e brendshme të tij, dhe normalisht çdo antar ka të drejtën të bëjë një relacion ose më të bëjë relatimin e një shteti dhe normalisht jep një draft fillestar dhe eurodeputetët në momentin e duhur shkojnë edhe bën ndryshime të raportit fillestar. Pse mbaj këtë këtu? Sepse duhet kuptoni që ky është raporti përfundimtar në kuptimin me ndryshimet që kanë bërë eurodeputetët, pra kanë bërë amendamente, pra nga ajo fillestare kanë bërë shtesë, kanë ndryshuar ose kanë lënë ashtu siç duhet, në varësi të degës apo të departamentit ose më mirë të politikave që ata mendojnë që kanë ndryshuar apo nuk kanë ndryshuar, apo ka progres apo nuk ka progres në shtëpi. Dhe ky raport është pak më ilman për arsye se Bashkimi Evropian në 2024 në procesin e zgjedhje europarlamentare dhe kanë përfshirë në të njëjtën kohë 2023, 2024 dhe 2025, pjesë të tyre që prekin edhe zgjedhjet parlamentare në Shqipëri, dhe eurodeputetët e grupeve të ndryshme parlamentare kanë bërë amendamente të ndryshme në rastet e drejtësisë, medias, lirisë së fjalës, veprimit të organizatave jo fitoruese, të qeverisë shqiptare në raport me qëndrueshmërinë, me punësimin, me mjedisin, dhe shumë gjëra të tjera. Çfarë ndodh në këtë raport? Është draft raporti fillestar që ka një emër të famshëm dhe është raportuesi Andreas, i cili ka punuar dhe kanë bërë një raport të shkëlqyer për Shqipërinë. Kujdes. 9 faqe ka punuar dhe ka bërë një raport të shkëlqyer. Por Andreas ka punuar shumë mirë, sepse Andreas është ky. Dhe austriak. Vetëm më afroni shumë avokat, sepse nuk ju dëgjoj dot ju pastaj, sepse më bllokon zërin. Zërin tuaj. Andreas vjen nga partitë politike socialiste. Vi nga krahu i smajtës. I pavarur, i paanshëm në raportin fillestar në faqe. Shqipëria ka progres. Vinë eurodeputetët e tjerë të grupeve të tjera parlamentare, edhe thënë Andrea i thënë, po si çfarë gjë, 236 amendamente të sjellim ne për çdo rast për Shqipërinë. Dhe thjesht më lejoni të hap një faqe, thjesht për kuriozitet, të shikoni çfarë është bërë. Andreas fillimisht ka ardhur dhe ka thënë fjalë këtu. Nuk kanë dakord deputetët dhe kanë vajtur edhe deputetë të tjerë dhe kanë shtuar fjalën këtu. Dhe thënë ne këtë qendrim mbajmë për raport me Shqipërinë për këtë çështje. Kanë shku pak më poshtë, Andreas marrë këtë qendrim këtu, kanë shku pak më poshtë dhe kanë shtuar me fjalë të tjera. Pastaj t'ju jap një rast tjetër që të kuptoni. Andreas ka bërë një punë të shkëlqyer duke vendosur fjalinë. Dhe këta kanë shkuar dhe ja kanë korrigjuar amendamentet, ne kanë vuar shtesë.
Pra, janë korrigjuar amendamentet e të majtit austriak. Austriak, po. Janë korrigjuar, edhe kjo raport tani të shkojë në seancë plenare dhe të votohet nga Parlamenti Evropian. Avokat, Po çfarë është ky raport? Për ta shpjeguar më thjesht 2-3 pika shkurt, domethënë flash për publikun e thjesht. Çfarë thot ky raport? Ky raport thot që Shqipëria kërkon akoma më shumë vëmendje, punë. Shqipëria thot që unë do të përpiqem, pra Rama, që në Shqipërinë ta çojë në Bashkimin Evropian në 2027 dhe i thënë eurodeputetët, pritshmëria i thë. Qëllimi ka diferencë nga ajo që ka politikat e Bashkimit Evropian, që do të thotë, në rast se ne nuk kemi akoma gati si Bashkim Evropian, ti mund të kesh dëshirën dhe vullnetin të vish tek ne, po në rast se ti si shtet nuk e plotësuar kriteret minimale, jo luksi, jo maksimale, minimale për median, për drejtësinë, për ajo që ne themi vlerëshmëria ekonomike dhe shëndetit të vendit tonë, normalisht ti mund teorikisht të jesh brillant, por praktikisht nuk ke mundësi. Dhe përveç kësaj, për herë të parë, në këtë raport, eurodeputetët vendosin dhe emrin e Ramës, 1 për arrestimin e Sali Berishës, 2 për arrestimin e Ilir Metës, 3 për arrestimin e Erion Velis, 4 për ndërhyrjen e tij në media, për mënyrën se si drejton dhe komandon media shqiptare në një pjesë të tyre, dhe në këtë raport eurodeputetët kanë vendosur dhe emrin e zotit Rama në këtë raport që ai për ata quhet i rrezikshëm. Për një pjesë të deputetëve, eurodeputetëve parlamentar. Avokat, lutem edhe diçka. Kam për raportin. Flet gjë për ndërhyrje ruse, që duhet kemi kujdes. Shiko, normalisht thot edhe një pjesë për ndërhyrje ruse, po prap nuk ka lidhje fare këtë, këtu ka politik brenda. Këtu ndërhyn fondacione, do ndërhyj rusin. Këtu është akoma më rrezikshme. Nuk është thjesht vetëm për rusët. Është më rrezikshme ku një fondacion qeveris vendin shqiptar. Edhe diçka të fundit, lutem avokat. Ju i dini raportet e SBA-s për SPAK-un, po ky raport çfarë thot për drejtësinë? Tani këtu thuhet diçka që SPAK-u thot ka bërë një punë për sa i përket luftimit të korrupsionit. Pra, ne si Bashkimi Evropian jemi dakord që të luftohet korrupsioni, por duhet një kujdes që mos të abuzohet me luftën për korrupsionin, duke vendosur, do thoja, një disbalans, pra duke thënë se po luftojmë korrupsionin dhe po ndihmojmë qeverinë. Duhet kujdes, por lufta kundër korrupsionit është, si themi, lufta kundër terrorizmit, lufta kundër krimit organizuar, lufta kundër korrupsionit. Pra, është një luftë e cila nuk kërkon të bëj diferencë apo e bën një individ apo e bën 2 individ apo e bën 20 individ. Jo, thuhet që një institucion që quhet SPAK përbën një punë për korrupsionin, por ajo nuk mund të futet në analizë të thellë në rast se këto që bën SPAK-u janë në të vërtet aksione kundër korrupsionit, sepse po ta japim shqiptarshe. Akuzohesh ti për korrupsion pasiv. Po mirë. Po korrupsioni aktiv, pse nuk ndëshkohet ta arrestosh në burg? Pse për shembull? Do të jap një rast dhe ta marrim me SPAK-un. Unë them që ti të futesh në burg për korrupsion pasiv. Po më i rrezikshëm nuk është ai që bën korrupsionin aktiv, sa ai që jep. Po pse aty që jep ma marr jashtë dhe ai që ka marrë ma fut në burg? Po është më i rrezikshëm ai që ofroi parat se sa ky që nuk ka më pushtet? Këtë thot raporti. Avokat. Anglisht. Për shqiptar dhe themi shqip. Pra, më rrezikshëm është ai që bën korrupsion aktiv, që ai mund të jetë i lirë dhe të veprojë përsëri të vendosë të bëj korrupsion djathtas majtas, apo ai që është brenda, që është pasiv, që s'ka asgjë. Ma jepni me një batut për ta mbyllur. Raporti është sinjal
I kuq, jeshil apo i verdh? Me I semafor. kuq, totalisht i kuq. I kuq, totalisht. As bët fjalë. 2027 nuk e shikon Shqipërinë në Bashkimin Evropian, as mbyllje negociatash. Unë mendoj se Shqipëria në 2027 do të jetë në një krizë të thellë të brendshme politiko-ekonomiko-financiare. Shqipëria do përballet me një krizë ekonomike në tetor, duhet patjetër të marrim një borxh shumë të madh që do ta marrim, duke mbyll gropa kështu djathtas me radhë. Nuk u tha nga asnjë nga faktorët politik, kjo është që më vjen keq. Asnjë nga faktorët politik nuk ka thënë të vërtetën për Shqipërinë dhe shqiptarët, për ekonominë e vendit, por Moody's është një institucion ndërkombëtar, ka nxjerrë një raport dhe thotë shumë qartë që Shqipëria, pavarësisht çfarë reformash ka bërë, është e detyruar që në tetor nëntor mos gaboj të marrë një kredi financiar dhe prandaj keni parë ju që ministri i financave në Kovape Vere ka bërë shikim buxhet në 2025. Në 2024-2025. Pra do të thotë semafori kuq në mënyrë kështu të paimagjinueshëm. Vendi duhet ta mbaroj edhe këtë, ashtu siç kemi thënë gjithmonë, edhe kam thënë. Ju keni folur për lavatricën e drejtësisë të plepatit që po dalin dritë, keni folur edhe për skenarin grek, por uroj që mos dal kjo. Kjo të do thoja. Jo, një sekond, nuk do jetë skenari grek i cili do ketë këtu falimente në kuptimin të paimagjinueshëm kështu. Jo, do jetë faliment i kontrolluar në rast se bankat, sepse bankat tona të dini kanë likuiditet shumë të mirë. Pra, shteti shqiptar nga bankat tona merr gjithë ato lekë, në vend shteti të japi bankave, nga bankat marrin. Pra, ne kemi fuqi shumë të mirë likuiditetit të bankave. Pra, e kemi shumë mirë. Por shteti jonë nuk ka fuqi. Pse? Nga korrupsioni, nga abuzimi, nga mënyra se si ne si shtet nuk kemi mbrojtur shtetin duke qenë punonjësit tanë të cilët do të mbrojnë shtetin, po thjeshtojnë, gje punën gjykat, gje këte, gje ande, unë të kaq jam, i antar i partisë e kështu me radhë, pra nuk ka qenë seriozitet, pra nuk kemi punonjë serioz në shtetin shqiptar, dhe mënyra se si është bërë korrupsioni dhe gropat të cilët janë hapur, vjen një moment dhe të thonë, zotëri, do shkosh në Bashkimin Evropian? Po nuk mund të shkosh në Bashkimin Evropian varfanjak, as i cili të jesh në mëshirë të fatit në financiar, që do të thotë, ti si shtet duhet para përgatitesh që të fuqizosh fuqinë tënde financiare, pra fuqinë paguese, që do të thotë kur nesër të bësh antar i Bashkimit Evropian, nuk do marrësh kredi për të paguar kontributet në Bashkimin Evropian. Prandaj ky raport dhe në aspekti financiar i thotë Shqipërisë ke punë akoma për të përmbushur. Po ashtu i thotë Shqipërisë që nuk në intereson ai do të jetë skenari grek, turk apo europian si të duash ti, por intereson edhe i thotë ti në rast se të dalësh në tregjet ndërkombëtare, kujdese për qindja e parave që ti merr për të bërë, si të themi atë, marrjen edhe fuqizimin e buxhetit, do ta bësh me norma interesi shumë të ulta, nuk mund të marrësh me 7.6, me 7%, me 6%. Pra do të thotë që ti brenda vetes duhet të marrësh masa të forta financiare. Pra, unë jam edhe i mendimit që mundet në një moment të dytë të rikthehet të vësheja për të gjitha bizneset. Jo ashtu siç e bërë me përjashtim. Pra, vendi ynë do të pra, në rast se do të shkosh në Bashkimin Evropian, do të futesh të paguash gropat. Gropat nuk e ka bën vetëm Sali Berisha, që thënë ata, jo, ai duhet të kriminale kështu. Mund të jenë edhe ato fakte. Por, gropat i ka bërë sidomos Partia Socialiste nga 2013 deri më sot, duke bërë ndryshime buxheti, duke bërë çdo gjë. Por në Bashkimin Evropian dhe në këtë raport që flasim ne bashkë këtu, i thotë shumë qartë, rregullo ligjin fiskal, rregullo se sa lek dhe kush si qysh tek, sidomos PPP-t shikoj përsëri sepse të krijojnë grop në buxhet. Pra, ky raport këtu i thot klasës politike shqiptare tani, që po Partia Socialiste është një parti e cila ju mashtron, ju duhet të vini me një plan financiar konkret që mos mashtroni qytetarët shqiptar duke i treguar
Pra Partia Socialiste i thot do shkojmë në Bashkimin Evropian, dhe i thot si dikur shkojmë qyl. Po do shkosh në Bashkimin Evropian duke paguar djalin djersët nga mjesi dhe i ndarë. Aty ku ke 3 shtëpia, të mendosh që të kesh 5, po ku shkosh në Bashkimin Evropian ka frikë se edhe 1 mund ta kesh edhe duke dyshuar e kam apo se kam timen apo e kam me kredi. Pra do të thotë që mos u bindim me këto raporte të cilët dalin që sa të bukur, sa të mirë jeni. Pa derdhur gjak, pa derdhur ders, nuk ka Bashkimi Evropian qyl. Mbaroi Bashkimi Evropian i qylit, mbaroi dikur. Avokat, falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë për ftesën.